Tani, ma thuaj pak, si e zbulove luarasin? Tani, një ditë po hullumtoja fi gjdo maturant tjetër për universitete, par gjithandej, edhe kliruar një artikull që më doli luarafën. Normal, i u interesova, pash programin që ishte gjithë përfshirëve për kohën që jetëm neve tani, edhe aty u interesova dhe më shumë. Më shumë. E kuptoj. Dhe qëfar zgjodhe? Unë vëgjova financën, nga që për arsyeef unë jam me ndjej vetëm më të aftë, ose më të prirë drejt shifrave dhe kuptimit ekonomik. E kuptoj. Je i kënaqur? Normal, nuk diskutohet. Po ju? Atëherë, edhe unë në një faqe në internet, po gjithashtu në një emision televiziv, ku po fliste zëvendës rektorja e luarasit, mora vesh për këtë dhe mendova që ishte një mundësi që nuk duhet humbur, sepse po studiojmë me një kurrikull të ndërthurë nga LSE dhe London University, pa u larguar jashtë, që ka shumë anë negative. Dhe mendoj që... Sepse këtu je pranë familjes, dhe gjitha janë më mirë. Pra ke zgjedhur cilin program? Data Science. E kënaqur? Po, jam shumë e kënaqur dhe emocionuar, sepse Data Science është një fush që më kërkuar, në fakt, mendoj, aktualisht në gjithë botën, dhe është një fushë ku ndërthuret ekonomia, teknologjia me logjikën, me statistikën, me zgjidhjen e problemeve në jetën reale, dhe kjo është ajo që doja unë për të ardhmen time. Okej. Ndërsa Eden? Si, pak a shumë më kështu të historia ime, si çdo maturant që interesohet për shkollimin e tij, ashtu isha unë, fakt unë që i vogël kam pas shumë dëshirë të studioj në Angli dhe kam qenë gjithmonë interesuar. Dhe një moment në rrjetet sociale, sa po pash që London School of Economics, po edhe gjithmonë kisha të frikën, sepse, okej, do shkoj jashtë, po si do jetë një vend i ri, nuk do kem miq. Pa familje. Po edhe që si ksenofob, po kur pash të lajmin, okej, thash që mundësit pra jashtë me lektor, me modulet anglisht, pra çdo mësim, më thash, kjo është mundësia perfekte për të qenë në rehatin e shtëpisë tënde dhe të studiosh me gjitha literaturën e huaj. Dhe besoj ky ka qenë një lajm shumë mirë dhe për prindrit tuaj, apo jo, që nuk do t'i kenë fëmijët në Angli, po do t'i kenë këtu, po ndërkohë do të studiojnë si t'ishin në Angli, kështu? Prindrit, çfarë thonë? Apo ju lanë të lirë të zgjidhnit vetë? Po, prindrit e mi janë të kënaqur për faktin që kam mundësinë që ta përjetoj këtë gjë, që është sepse është e re, ky është viti i parë që po hapet, edhe mendoj se jemi të gjithë me fat, që jemi edhe në vendin dhe në kohën e dur për të qenë pjesë e këtij programi. Në vendin dhe në kohën e dur. Çfarë gjimnazi keni mbaruar ju? Unë kam mbaruar gjimnazin Ismail Qemali. Ju? Unë vi nga qyteti i Shkodrës, gjimnazi 29 Nëntori. Ndërsa ju? Unë kam mbaruar kolegjin nga KFK-ja, Tiranës. Pra, privat. Po. Institucion privat. Luarasi ka arritur të deportojë në fakt me informacionin që shpërndan kudo në të gjitha gjimnazet e vendit, qofshin private dhe jo private, apo jo. Ju, unë e di që, se ma keni thënë dhe në studio të gjithë ju dhe kolegët tuaj që keni patur kontakte vazhdimisht me maturantët dhe keni shpërndar informacionin edhe sy më syle, themi, me ta, jo vetëm përmes rrjeteve sociale, apo edhe këtyre programeve që ne zhvillojmë në News 24, në Drek, në mbrëmje, ju për shembull keni marrë informacionin në mbrëmje në emisionin ton të mbrëmjes, apo jo. Kështu që ju keni qenë shumë aktiv në shpërndarjen e këtij informacioni. Çfarë ju bindi të zgjidhnit programin që zgjodhët dhe të zgjidhnit luarasin? Atëherë, unë si fillim kam parë edhe disa universitetet tjera, po dega konkrete që doja ishte fix Data Science dhe nuk është se kishte një universitet që ofronte fix të deg, edhe më pas kur e marrë vesh që kishte Universiteti Luarasi, sidomos në bashkëpunim me University of London dhe LSE, që janë të top 10 universitetet më të mira për shkencat sociale dhe statistikore, u binda, them të drejtën, dhe pastaj hapa dhe programin pash lëndët, machine learning, data analysis, dhe kërkova pak më shumë informacion se si aplikohen këto në shkencat e fushat e ndryshme të jetës, edhe aty u binda, pastaj pash edhe programin që ishte strukturar fiksi pas LSE-s, që ka një rëndësi, do më thënë, dhe e njohin gjithë, ndërkom globalisht, po, dhe diploma që do marrë në fund ka një vlerë globale, prandaj. Prandaj u bindët. Po, nuk isha më hezitim. E njëjta gjë besoj edhe për ju. Po, pak a shumë njëjta histori, sepse dohan frika më madhe maturantëve që okej, do e përfundojmë shkollën, po pastaj me këtë diplomë çfarë do bëhet? A do të thjesht një copë letër apo mund të jetë një urë komunikimi ose lidhje me
atë botën e jashtë me të cilët po përgatisemi dhe shumica dëshira dira që studimet pas universitare t'i bëjnë jashtë, që si të thonë ta thellojmë atë njohuri në atë sferë tjetër që po dhe kështu kur pa që kjo diploma do jetë 2 fish, pa do numërohet një lloj sigur e ke përfunduar në Angli, thash kjo do jetë mënyra më e mirë për ta përfunduar shkollën në Shqipëri. Nuk do shkosh në Britani të Madhe, po do shkosh në Tiranë nga Shkodra, afër je. Për faj për këtë financë, unë në fash vesh parë që programi duhet i qëndroj kohë dhe duhet të hetëve me kohën. Kër pas të programi që kishte lidhje me financën digitale anë livën e tregut, dhe dje që ishte diçka që unë ishe interesuar. Pafin nuk na duhet vetëm diploma, po na duhet vetë dje generale, rreth fushëv. Ne kuptoj. Me zi prisni ta filloni? Ne me zi prisni marron një merë provimet, tani që marron provimet, Tani me zi prisni të bëni ca pushime, Po pra. besoj. Pastaj të rifilloni studimet. Ta si ndjeni që do t'jeni student tani, nuk do t'jeni më gjimnazist? Këto emërtimet e reja janë pak shumë të frikshme, me mirë të qeëm këtë verën 3 muaj të përgatisemi pak. Dhe mos ta mendojmë gjatë. E ullë disi frikën fakti që nuk do shkoni larg familjes, besoj, edhe kjo ju bën të ndjeni më mirë, apo jo? Patjetër. Nuk diskutohet, ti është larg familje, është një plagë, do më thënë që nuk shërohet aq lehtë të jesh 2 vite larg familjes. Prandaj është një nderë që na bën neve luarafi që e kemi afër në rrën Tiranës, edhe. E shikoni veten pas 3 vitesh për shembull, bëni një kështu çfarë prisni çfarë mendoni se do të keni përftuar gjatë këtyre 3 viteve përmes programit që keni zgjedhur përmes luarasit? Unë mendoj që pas 3 vitesh gjatë këtyre 3 viteve njërë do kem hedhur themelet e një karrierë shumë të suksesshme në teknologji. Mendoj që kjo deg dhe kjo fushë me programin e LSE-s do më ndihmoj që të kem fituar gjitha aftësitë e duhura për të bërë profesionin që unë dëshiroj. Mendoj që në fillim të ndihmoj njerë bizneset për të marrë vendimet zgjuara dhe më pas pse jo të krijoj edhe diçka time. Në të ardhmen. Po. Do pyetje hipotetike janë pak të frikshme të përgjigjesh se Si ke qef, Jo, po thjesht nuk e di se ku do të çojë ardhmja, po kështu një 2-3 ide, jo ka i qarta i kam. Për shembull, një prej tyre mund të jetë që pas studimeve bachelor këtu në Shqipëri, me këtë diplomë, pra, të vazhdoj studimet pas universitare për master ose doktoratur në Angli, paka shumë në atë njëjtën linjë që po vazhdoj këtu. Ose një tjetër ishte që këto gjithë teori që kemi akumuluar këto 3 vite, ku ka më mirë se ti bësh praktikë, se teoria pa praktikë, dhe mendoj ndoshta që ndihmoj tregun e punës, kontriboj për vendin tim.